Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka fituar besimin e delegatëve për të vazhduar në drejtimin e partisë. Pas mbylljes së punimeve të kuvendit të punës së partisë, Abdigjiku foli për mediat. Ai tregoi se në këtë kuvend janë miratuar 2 deklarata, njëra për situatën politike në vend e tjetra për situatën e LDK-s. Nuk kemi folur për koalicione, jemi të gatshëm të flasim për presidentin, tha ndër të tjera kreu i LDK-s, teksa u pyet për koalicione dhe zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Shumë e natyrshme. Kur flasim për marrëveshje politike, nuk e kemi fjalën për pazare politike, kemi fjalën që duhet të ulën partitë që të bëjnë numrat për një president të arshëm të Republikës Kosovës. Prandaj jam i gatshëm të flas me gjithë spektrin politik për të dhënë zgjidhje çështjes shumë të rëndësishme të presidentit, i cili do të jetë konsensual dhe të përfaqësoj unitetin kombëtar të Republikës Kosovës. Kjo është frima e deklaratës politike që do të bëhet publike, pra po jemi të gatshëm të flasim dhe të shohim se çfarë alternative sjell i gjithë kuvendi i Republikës Kosovës, ose së paku 2/3 e këtij kuvendi. Prandaj kur themi marrëveshje politike, mos e merrni si të rënd të gabueshme, është gjëja më bazike që demokraci bën. Na duhet të ulemi për të bërë një shumicë, por ndryshe si do të bëhet ajo shumicë. Nëse sulemi për të marrë vesh për presidentin, si bëjmë numra për presidentin. Nëse vetëm vinë në kuvend pa diskutime, është problematike të bindje dhe deputetët tanë se kështu duhet bëhet. Marrëveshja politike është gjëja më bazike e demokracisë. Le të jetë demokracia e Kosovës, sikurse demokracia e LDK-s, dhe jemi në rregull, dhe e dyta, le të jetë numërimi i votave i KQZ-s, siç ishte numërimi i votave dhe organizimi i votimit të kuvendit të LDK-s, dhe jemi shumë në rregull. Prandaj, le ta ushtrojmë demokracinë dhe institucionet e Kosovës, siç e ushtruam dhe brenda LDK-s, që nuk kupton debat, diskutim dhe më pas votim. Nëse ka vota për presidentin arshëm, do të ketë president. S'ka vota për një president një emër caktuar, natyrisht se s'mund të ketë president, por LDK është të përkushtuar gjej konsenzus. Këtë du ta them dhe jemi të gatshëm ta bëjmë këtë gjë, sepse na takon ta bëjmë një gjë të tillë. Kuvendi i punës i Lidhjes Demokratike të Kosovës i dha votbesim për kryetarin aktual Lumir Abdigjikun, i cili mori sërish mbështetjen e shumicës së delegatëve për të vazhduar drejtimin e partisë.